Pushteti vendor po mbledh gjithnjë më shumë të ardhura nga taksat dhe tarifat vendore që paguajnë qytetarët shqiptar në secilën bashki. Sipas të dhënave zyrtare nga Ministria e Financave, në gjysmën e parë të vitit, 61 bashkitë në vend kanë mbledhur afro 34.8 miliard lek, apo rreth 371 milion euro. Në raport me 6 muajin 2025 të ardhurat e pushtetit lokal për periudhën janar-qershor 2026, regjistrohen me rritje për rreth 15.7 miliard lek, apo afro 81.9%. Edhe në raport me planin, bashkitë kanë tejkaluar parashikimin me 68.2%, duke arkëtuar afro 14.1 miliard lek më shumë. Peshën më të madhe në rritje e mbajnë të hyrat nga taksat lokale. Të kategorizuar sipas zërave, nga taksat lokale janë mbledhur rreth 28.9 miliard lek apo afro 308 milion euro, nga 14.4 miliard lek të mbledhura në janar-qershor 2025, duke u dyfishuar në raport me këtë periudhë. Ndërsa edhe në raport me planin vihet re dyfishimit të ardhurave. Nga taksa e pasurisë, të ardhurat në 6 muajin e parë 2026 janë realizuar në nivelin e 5.9 miliard lek apo rreth 63 milion euro, me një rritje prej 1.2 miliard lekësh apo 25.4% krahasuar me vjet. Në strukturën e të ardhurave nga taksat vendore mbizotëron kontributi të ardhurave nga dy taksa kryesore, të hyrat nga taksa e ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet e reja, e cila zë 37% të totalit, dhe të ardhurat nga taksa mbi pasuritë e paluajtshme, si ndërtesa tokë bujqësore dhe truall, të cilat përfaqësojnë afro 18% të totalit. Rritjen më të madhe në burimet e të ardhurave të veta të pushtetit vendor e ka taksa e ndikimit në infrastrukturë. Bashkitë me rritjen më të madhe të ardhurave nga kjo taksë janë Tirana, Vlora, Himara dhe Saranda, të cilat kanë edhe kërkesën më të lartë për ndërtime. Rritja e fortë të ardhurave nga kjo taksë reflekton dinamikën e lartë të investimeve në ndërtim, veçanërisht në zonat turistike dhe urbane. Këto të ardhura krijojnë mundësi shtesë për bashkitë në përmirësimin e shërbimeve dhe rritjen e investimeve në infrastrukturën lokale. Megjithatë, të hyrat e pushtetit vendor mbeten të varura në masë të madhe nga transfertat buxhetore të shtetit. Kjo varësi është një tregues i pafavorshëm për buxhetin lokal, pasi autoritetet vendore shpesh nuk kanë mundësi të krijojnë burime të mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet e nevojshme lokale. Po ashtu, decentralizimi fiskal, si raporti shpërndarjes së të ardhurave ndërmjet dy niveleve të qeverisjes, vazhdon të mbetet akoma shumë i ulët.